Një kandidat nuk mund të ankohet për procesin zgjedhor dhe as të kërkojë hapjen e kutive nëse partia e tij nuk e mbështet. Këtë vendosi sot kolegji zgjedhor për Ilir Ali Mehmetin, duke lënë fuqi vendimin e KAS se individi pa partinë qoftë dhe kandidat sado votat ketë marrë, nuk mund të ndërhyjë në proces. Vendosi pushimin e gjykimit çështjes për shkak të mungesës së legitimitetit të paditësit. Kjo është hera e parë që gjykata shprehet për këtë çështje, nëse kandidati duhet marrë patjetër bekimin e partisë apo mund ta bëjë betejën ligjore i vetëm, kur ka pretendime, përfshirë dhe dyshimet për vjedhje votash brenda partisë. Tashmë Ilir Ali Mehmeti pritet ta ndjekë çështjen e gjykatën kushtetuese. Kjo për të vendosur një precedent ligjor për të ardhmen, pasi në fakt qëllimi i tij kryesor për të rinumëruar Tiranën po arrihet përmes një rruge tjetër. Kutit u hapën nga dy anëtarët e propozuar në KAS nga PD-ja. Komisioni e bëri këtë me kërkesë të demokratëve, teksa më herët kishin refuzuar të gjithë kandidatët që kishin ardhur personalisht me këtë kërkesë. Rinumërimi i Tiranës parashikohet të nisë të hënën, ndërsa pas tij do të hapen kutitë e Fierit e një pjesë e kutive të qarkut Durrës. KAS do të vendos këtë të premte, nëse do të ketë ose jo rinumërim edhe për Elbasanin. Në 8 qarqe të tjera, në Kukës, Shkodër, Lezhë, Dibër, Korçë, Berat, Vlorë dhe Gjirokastër, Komisioni i ankesave ka mbyllur hetimin dhe me shumicë votash ka lënë në fuqi 11 majin dhe ka rrëzuar PD-n që ka kërkuar që zgjedhjet të përsëriten. Demokratët nuk janë ndalur këtu, por kanë shkuar në kolegjin zgjedhor, ku edhe atje kërkojnë pavlefshmëri.